Një djalosh I cili la Zvicrën për me ha biznesin e tij këto. Se ky vllavi don me dal me jetu jashtë. Unë jam këthy që don me dal, edhe e kam mësu zanatin këtij edhe spica I kem tash shumë tjerëve. Sa e ke po hajrin kësaj puna, me qenë se shumë I ri pas ke. Tash, me të thonë shumë, është për një me shumë, ja kam po hajrin. Apo më shkoj ka? Po të shkoj ka valla. Veç duhet me mojt ma mirë ma qenë, që shto? Qysh? Ti lesh ki me prej, te na nuk prejet lesh. Përshëndetje me shtemi të mediumi shqiptar që krejt nga ona Adeja. Jëm këtu në Prishtinë, tek lagja Dardania, më saktësisht tek berberi Pablo. Një djalosh I cili la Zvicrën për me ha biznesin e tij këto. E Pablo me sa duket është pak më I veçantë se berbera tjerë, por për më shumë detaje me pa për brenda na ndeshni. Këtu po shkruan Pablo, zile numër 1, e prekum nishën. Qështu? Dhe prisim dhe të na hapë dirën. Përshëndetje. Përshëndetje, a e lodhë, që përvaljan? Mirë, ka pak që shto. Jo? Qish vërtet s'puna? Mirë se E kom dit edhe në hyjmje thash që diçka e veçantë ka me konë. Diçka Edhe e dita. Prafërsisht që shto. Tregana qish po të shkon puna? Mirë shumë. Aktualisht ta shumë mirë. Për momentin Që sa u hap? knaqëm. Dje 2 javë. Dje 2 javë. Dje 2 javë kam hap. Edhe mirë jena, për fillim jena shumë mirë. E që sa ko mirë është me këtë profesion? Që 9 vite. Që 9 vite. 9 vite, punoj vazhdimisht. Sa vjet I ke pas kur ke fillu? Jam konë shumë I ri, tash s'po di me e cek veç që jam konë shumë I ri. E nga lindi kjo ideja? Ke pas dikon që familjes që ke djesh me shku, a veç vetë? Ama konë dëshira me konë gjithmonë berber. Gjithmonë berber? Po, gjithmonë e konë. Mandej morë dhe vllana, po? Po, ky ka punu një drejtim tjetër. Tani, kur po ta hapën në lokalin e parë, I kam thënë këtij, hajde se ma mirë, ta qet ma mirë. Edhe e kam mësu zanatin këtij edhe spica I kem tash shumë tjerëve. Ku e ke nisë fillimisht? Në Gjakov. Në Gjakov. Je I Gjakovës? Po, I Gjakovës, ja. A mendon me zgjeru, me pikat? Po. Ku mendon me zgjeru? Jashtë vendit, brenda vendit? Mendoj edhe jashtë vendit, se ky vllavi don me dal me jetu jashtë. Unë jam këthy që don me dal. Besoj e hapi edhe një në Zvicër. Një në Zvicër? Në Lucer. Ti a je kon Zvicër? Po. E ke lon Zvicrën e ke hap të, po tash për vllahën, ani vllai më në Zvicër ti e mon këtë ndoma, se e kom dhe nëna është. Po njëjti emër. A na tregon sa është e vështirë në Zvicër për shembull me hap? Jo, kur gjë nuk është ma lehtë, është shumë lehtë edhe në Zvicër me. Edhe në Zvicër. Na trego pak. Veç normal vjen financat e këtë sana. Këtu te VIP-t hin veç VIP-t apo? Edhe na sa do të statu si ke marrë ngusht. Po, është edhe me kërkesa, varet. VIP zonë. A kushton më shtrejt në VIP nëse vjen? Po, normal. Sa kushton për VIP? Nuk pi ca kem çmimet, po. Po, për ata që janë të interesuar po. Po, ata mundën me bë termin edhe me pa. Okej, sa I keni pritën e çetjeve? Nelt është 7 euro çetë me mjek rrotaj. A më në çën të arsysh? Po, normal se te na kur të vjen klienti, te na pin kafe. Me të natë mira. Po, të natë mirat, e presim shumë mirë. Te Red Bulla. Jo, Red Bulla, deri te buka. Krejt, deri te buka. E sa është një qethje në Zvicër? Në Zvicër më varet. Ma e lirë është 25 frank në Zvicër. Ma e lirë. Edhe në Zvicër kam kaluar në shumë mirë. Se nuk e kam cek, kam kaluar në shumë mirë. Me kolegët e mi përshëndes ata shumë. Po nuk kam mujtu në menet vetë, se këtu I kam krejt sanet e mija që shë kam cek edhe ma herë. Edhe familjen e krejt. Sa e ke po hajrin kësaj puna, me qenë se shumë I ri pas këtë? Tash, me të thonë shumë, është për një me shumë, ja kam po hajrin. Se krejt fillimet e mija e në kanë prej frizer dhe kam rrej deri në qitë pikë. Sa e kam vendosë. Na tregët cila prerje kërkuat më shumë? Prerje me 0. Me 0? Tash, krejt me 0 për jekin të A gudzojnë për që ata është pak qmimi ma i nellë, se është logaritet edhe koha. Se të na nuk vjeni se do pisha dhe dokumente negative. Ma kupton. Ti lesh ki me prej. Të na nuk prejet lesh. Të na bëhet art. A I ka din se do kësh shumë mirë, është të nevojshme. Se nditë sotit pi këqyrin krejt qethet e duhet mu do. I ve shumë mirë, frizurën e mirë. Këto polipet, është pjesë rëndësishme. Normal. A guxojnë me provu? Që para se me provu, po ta bëjnë një pyetje. Unë I la
shtoja u heki xherrën në fund, Po. që mundesh me ja hek. Po para se me një provu, maqinë, ta bëni po. edhe një pyetje. Çfarë A pyetje? mendon që ky profesion është edhe për femra? Mundin edhe femrat me bu. Po, më. Ka shumë rrallë, edhe unë i kisha ftu, Po? ne i tham me ardhë me marrë zanat edhe me ja fillu. Sa mirë. Me ja fillu të Me mësa që në pianise. Po, një që. Ha, hajde. Që edhe po ta dhejsi. A muna? A edhe nëse bëj skandal, këtë Hajde, se unë i rregulloj, Po të tani. sfidoj. O, kry. Unë e pja prishit i ndreqja. O, kry. Svedam. A ke pas një heksi të? Po, a peshe sa let. Mja prishën e vinë që të nalë të arguzandi. Po, janë Janë drejtë. drejtë tani. Që. Apo më shkoj ka? Po, të shkoj kolla. Veç duhet me mojt ma mirë ma qenë, që shto. Qysh? Që, që dorën pak, së tët. Ja, se vrojnë, që. Që. Po më pëlqen A si po pëlqen si profesion. profesion. Ja nis. Mo, mos ja prej ma shumë. Mos ja prej shflok. Pak. Çka më Ja, ndonë të përshë ja prej shi flok. E, po tash sfit për ty, Më sfidoj, rregulloja. je kam sfidon mu me ja rregullu. Ama ta nëli. Po, tregona pse femrat, a mendon që paragjykojnë shumë apo çka, që s'ja nisin në këtë profesion? Se di, nuk ka A se ka ndodhur po në paragjykoj. Zvicra, ka femra që qetë? Po, ka. Ka. Edhe te je i hapër, kush dhe marrë bukë një praktik diçka, Mirë se vinë. Edhe djemët edhe vajzat. edhe vajzat. Këtu jena në pjesën nalt. Po, nalt. Nalt të hymja, dhe më thonë. Po, të hymja. Janë 2 hymje. Për jasoj keni ardhë ju. Tash janë edhe... Nalt të shujmë pak edhe jashtë, këtë si më dalë jetë që në. Ashtë edhe këto. Knejo korrizi. Këtu thirët platoja. Knej ka hymje. Hajde me na tregu se sot Roma investua shumë a pak. Shumë. Shife, parafërsisht. Shumë. Jo, sakt parafërsisht një. Po jas, po caj kem shifra. Ma mirë. E pas ke Po, bukë shumë. një që heqa. Po, Një grifra. ma mirë. A nëse ja del tash me qmime, a dhe me Kismet. investu dhe diçka lojt? Kam edhe do sene shka s'ka mujt mi mëri. E i ka kuptën s'na ka premtu që asë kohë. Po, besoj normal. Alo, veç ka më shti. Qka dallon ke pjesa këtu me poshtë VIP? Qka ka të veçant poshtë të VIP-t? Edhe qka këto? VIP-a ka edhe hymjen veçant për hipodromit. Është parkingi poshtë. Mundesh me i pa hiknej. Do me thonë 3 hymje i ka. 3 hymje. Po. Diçka Edhe- tjetër? Ka shumë kërkesa për VIP poshtë, ka veçant është diçka. A E vjen edhe thojmë, VIP musif? po, normal. Që i njohim publikisht. Për ndryshe të falenderoj shumë si gjithë Faleminderit komentove edhe për neve. josh. Shihemi na shtavije Respekt. bëjnë një farë praktike këtë. Okej, ti prejmë pak flok të dhe ty. Hajde, piprejna po, pënolim një kamerën, Okej, brava kamera, pishkërte edhe në pak. hajde. Respekt.